Përshëndetje dhe mirë se në kanalin tonë. Unë jam Stezi. Unë jam Eleni. Bashkë kemi Stezi dhe Eleni Sot të do bëjmë një super vlog. Atëherë sot është dita e martë, është ora 4:11 minuta, edhe neve po bëhemi gati, do bëhemi gati së bashku me juve. Tani do bëj një get ready with me edhe në TikTok, po nuk më bëni follow, ju lej emrin këtu edhe poshtë infoboxi keni edhe linkun. Edhe do ju tregojmë disa step make-upit tonë. Edhe sot në këtë video ku do shkojmë? Atëherë sot do shkojmë në Bologna, edhe do të shikojmë një film, se thirret pasaporta në Shqip. Që është filmi që ka bërë Erban Osmani. Edhe shpresojmë do argëtohemi, sigurisht do shkojmë së bashku me juve dhe do ju marrim me vete. Edhe mëzi po presim ta takojmë Erbanin, sepse neve e kemi pas të ndjekur kur ka pas bërë Big Brother. Edhe mëzi po presim ta takojmë, do shkojmë së bashku me mamin, unë edhe Eleni edhe Tezja. Edhe këtu kemi Beatricën. Hajde Bea, përshëndet pak. Thuaj hi guys, hi everyone. Thuaj Bea. Hey. Sa e bukur që je. Okej, tani do bëhemi gati. Po. Edhe kado. Jo. Edhe unë do filloj me make-upin. Pastaj siç tha Beatrice tani më ka pyet se s'ke bab, sepse Beatrice tani ka shirts edhe t-shirts. Po, ka ardhur baba. Janë të ardhur ditët me bab, me djell, edhe jemi shumë të lumtura, shumë happy. Me thuj Bea? Edhe me shkuar në shkollë, shkojmë pa xhupë, edhe është një gjë. Mëngjes është me vërtet super e bukur pa xhupë. Wow. Atëherë do filloj me vejt këtë kremin këtu, CeraVe, më thonë, është super i mirë, edhe kjo është edhe për pak diell, kur ka pak diell kjo është mirë sepse është SPF 50. Do me thonë të mbrëm pak nga dielli, sidomos për mua që unë këtu kam disa pikat e kuqe deri që kam lindur, edhe duhet të t'i maj, si më thonë, mirë, edhe sidomos kur vjen vera, që vjen kur ka shumë diell, duhet t'i vendos kremë. Mbas kremin do vendosim pak concealer, edhe unë do përdor ato nga Maybelline, do me thonë është super i lehtë, me thonë të drejtë, nuk është shumë i fort, edhe është ky nga Maybelline, që ka concealer, primer, highlighter e BB cream, edhe është super i mirë. Unë e vendosë të këftyra me këtë penelin këto, kështu, edhe ja bëj kështu, pak cotton coat, me thonë të vërtetën. Tani po vendosë maskara, sepse atëherë, unë kur vej maskara e rimeli, bëhem krejt pis, edhe po vejta përpara concealer, do të bëj krejt pis pjesën poshtë, edhe kur do të fshi rimelin, fshet krejt make-upi edhe s'ka sensë, kështu që vendosë para rimelin edhe pastaj do filloj me krejt gjërat të tjera. Unë rimeli me pyetni zgjedhën, e vendos në këtë mënyrë kështu. Atëherë unë e vendos nga poshtë kështu, edhe kur e vendosa pak, unë mbyll sytë edhe ja bëj pak kështu. Pak edhe poshtë. Pastaj poshtë. Kështu, edhe pastaj sipër. U kam bërë krejt pjesë, si që ju kam thonë për para, edhe tani du të pastrojmë krejtë, sepse shikoni. Unë bërë gjithmonë kështu. Unë bëra gati, tani kam bërë edhe grosheta sepse dua floket pak me onde, shpresoj të me dalin, sepse i kam ndoshta nga 15 minuta, sepse s'kemi shumë kohë. Edhe pastaj do t'ju tregoj edhe outfitin, ndërsa mbrapa meje kemi mamin edhe Lenin edhe Beatricën që po bëhen gati. Bëjmë shpejt. Po, sepse në orën 7 fillon filmi, edhe sa është ora? 6. Kemi një rrugë. Është ora 5:50 minuta, kemi një rrugë sepse neve jemi larg pak nga Bologna. Edhe do të çojmë edhe Beatricën tek nona, sepse babi është në punë dhe mbaron nga ora 8:49. Edhe asgjë, gjithmonë vonë jemi. Atëherë, outfitim është ky, kam jeansat, janë shumë të gjonta, por i kam pas marrë tek Zara.
edhe kjo trikën gjithmonë tek Zara se është e mamit. Atëherë ky është rezultati i vlogëve, s'kam për duruar kur në botë. Por vabbè, ka gjohë për 2 minuta i kemi. Jemi me vërtet shumë bon, është ora 6:02 minuta edhe në orën 7 fillon filmi. E ke të çanta. Hajde Elen, outfiti Elenit, infast, atëre Zara, Bershka, tek Sani, tek Zalando, edhe çanta tek... Si thuhet në Shqip? Nuk më vjen, sepse jemi vonë edhe kam... Ne e kam tek Madonna. Comunque shikoni barin sa bukur. Mos na hanin sy. Po. Okej. Bismillah. Edi dhe Zia. Ciao shpirë, të nëna. Ciao mamacina bon. Ciao nonna. Ciao nonna. Edhe tani do nisemi, edhe është ora 6:19 minuta. Do ja dalim? Jo. Shumë bon. Po, është me vërtet shumë bon. Por, vabbè, dai. Ma ti giuro, ma io ce la può fare questa? Due minuta. Atëherë, edhe 2 minuta, edhe për pak arritem. Ora është 7:11 minuta. Po si është zoti, si s'na po zoti marrë herë me ardhë me orar, me unis me orar. As në avion, as në cinema, as në vend, nuk e di çfarë të them. Bu, neve do bëhemi gjithmonë vonë, sepse po nuk kemi vonë, nuk kemi... Nuk e di, s'na ka lezet të rruga, nuk e di. Po, nuk e di pse. Dai, ce la farai. E come? Ma il culo, dammi quella borsa. No, ma non esco giù. Parlate albanese, vi prego. Voglio. Dietro. Esco di là. Sì. Ma è testa? Ah no. No, po, ka... Ah no, beh, davanti. Është e Seggiolino Beatrice sa ty. No. S'ka për... No, secondo me... Ce la farai? Atë. Beh, prisha mami, prisha krejt. Ma va. Dov'è il cinema? Ce l'abbiamo fatta. Atje. Ana. Jo me të paguajt në ty sonat, na paguajt të neve. Hajde. Po, ma do paguajt parkegjin. Ma në qa parkegjë, hek. Pa! Nuk është ai problem. Janë tuna pa krejt që di. Tuna hik filmi. Ha mami, po heshim disa kile. Zia, s'kemi vrapu sot, po vraponi tani. Përshëndet, ciao. Wow, këtë besoj. është ma e lita, por me më rinë kanal. Më falë, Emina.
Shumë falim bashkë me mamin. Atëre guys, Arbana na hiku sepse kishte avionin edhe ishte vonë sepse ajo në fillim para se të fillonte filmi ka fol, domethënë ka takuar njerëzit që ishin aty, por neve ishim me vonese edhe nuk e kemi takuar dot. Na vjen me vërtet shumë gjëna sepse kemi ardhur deri këtu, sigurisht me pa filmi sepse me vërtet filmi është super i bukur, edhe me vërtet shumë emocionuese sepse me këtë film kam pa kuptuar si kanë ardhur mami dhe babi këtu ne. Non sono venuti illegalmente. Vabbè, jo. Atë Mami se babi ka ardhur dokumento. Bargj. Shumica e shqiptarëve ashtu kanë ardhur më thënë. që kemi kuptuar pak historinë. Ose çifte, ose sigur janë të martuar, ose sigur janë kushëri, kështu po. Sepse Atëre, u kemi ulur me një pizzeri edhe tani po vim pizzat sa erdhen. Edhe pastaj do rikthehemi në shtëpi mbas që do hajm pizzat. Grazie mille. Grazie. No, grazie. Juve çfarë keni marrë dy motrat? Margherita con bella bufala sopra. Ti Ele çfarë ke marrë? Margherita me salsicë. E unë ka marrë shqip me ton peshku. Mamit e uron kur e marr, më thon gjithmonë pse e merr. Ja. Ok, grazie mille. Grazie. Tani po hikim është 10-19 minuta. Do shkojmë tek makina. Tani do të shikojmë po do ishte. Drejt, moj. Si apo ta pjesa është më shkurt? Po i bie mrapa zje dhe më na çu në Tiranë. Ma kanë gërvish makinën? Po. Hë? Oddio. Qa? Për zotin? Ko? Këtu. Shikoj se ka? Po? Ma ka gërvish për zotin. Si, e kanë gërvisht. Si, ti lu gjuro, Ma me guarda. Çelca Po? është A. Sembra la stella in realtà. Guarda. Stella fatta male. Sì. Sì. Volevano farci una stella. Ma quale stella? Sì, era stella fatta Va, fan. Ma perché? A boh, aspetta che esco io. Tieni mamma. A ka telekamera këtu? Aha, të gjet jena telekamera në këtu, po hajde të futema ne kam. Se s'hy dot aty. Ma non penso che l'ha fatto assassino. S'ka shien. A motor, non era. Se. Okej, pse keni na shku vend të filmi? Po jetë Thoje, ha, se të kanë Aspet, prit se unë nuk desha më ja tregu pse jam nisë vonë. Unë jam nisë vonë që kam bujë gjellë kurët me spinaq. Kur ma ka thonë, jam shkritur në qesh. nisni dritët. Po të patër, qitëm dritë si më këtë zina bënë të shte. Preta ne, Kështu që s'ka gjë. Kjo ishte muhabeti. Kjo ishte. Unë nisëm vonë, të desha të bëj gjellë kurët. Burë punë gjithë ditën, shkojshë. Buonanotte. Grazie di tutto, motra, da sto Ciao zia, ci vediamo. Love you. Bye bye. Adieu. Ciao. Goodbye. Good night. Vai, Hikën, spinaqin, çka hap spinaqin të shte. Goce me tru! Mami është e mërzitme sepse i kanë ngërricur makinën, po se kena bo ne, e të është mërzit me ne. Thuni diçka mamin me... Riurță. Tata për plasë. Basta se un babish. I'm sorry, I don't speak Italian. Can you speak English? Arritëm në shtëpi edhe unë vesha pijamen edhe tani do përgatitim çantën për nesër për shkollë dhe do shkojmë të play gjumë sepse ora më vërtet shkoj shumë bona. Është ora 11:42 minuta. Tani po rrulloj pak krejt produktet tona, do më thonë make-upet, po okej, tapo është këtu. Kjo është super e bukur, merrni edhe ju. Edhe flokët e mia jam pak me unë dhe këto, krejt këto drejta,
Bo, arritëm në shtëpi dhe Beatricia me babin po flenë gjumë. Bo. One eternity later. Mirëmëngjesi. Atëre, është ora 7:18 minuta. Unë lardh fytyren e dhomtë. Edhe tani do shikojmë si kanë dalë këto vlogët. Shpresoj mirë, sepse sot mbas shkollës do të shkojmë të hajmë sushi se bashku me motrën. Po, me motrën time dhe me shoqen time. Edhe pastaj do vim në shtëpi edhe unë do editoj këtë video. Atëre, po lyhem edhe pak sepse jam plot me pucra. Edhe me këshilloni një krem që ke krejt këto pikët e kushje, pak pucrat. Sepse unë i kam gjithmonë pikët e kushjes, sidomos këtu të kjo pjesa këtu, nuk di sepse, po të pjesa e balltit i kam gjithmonë. Edhe unë nuk i dua, nuk më pëlqen fare, janë shumë të këqija. Edhe tani deshim pak më fol për filmin e djeshme. Dona t'ju japim një feedback sepse po keni, si më thonë, posibilitetin të shkoni të shikoni, me vërtet shkoni sepse është një super film që ne me vërtet na ka hyrë shumë në zemër sepse kjo historia e dim që reprezenton historinë e shqiptarëve para 20 vitesh. Ndoshta më bën men edhe pak gjyshin tanë që ndoshta ka këtu në Itali dhe ka kalu krejt të situatë, edhe me vërtet është super i bukur. Unë me thonë të drejten nuk do imagjinoja a ishte bukur edhe a ishte emocionuese, edhe është me vërtet super i bukur. Pastaj besoj që ky është filmi i dytë, jo, filmi i parë më duket, që shikojmë në Shqipë, në sinema, edhe ishte me vërtet shumë të lumtura, plot me emocione, edhe po keni posibilitetin shkoni ta shikoni sepse është një super eksperiencë, edhe kuptoni historive shqiptarëve, edhe është super. Ne tani po ju lejmë sepse do shkojmë në shkollë, është ora 7:30, si gjithmonë jemi vonë për nese. Neve ju duam shumë, bëni një subscribe, një like, një follow në Instagram edhe në TikTok, keni linkun poshtë tek infoboxi. Se zileni Zylfo, ju putin shumë. Bye bye.